Të nderuar familjar dëshmorësh, invalid dhe veteran të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, mysafir dhe përfaqësues të institucioneve, të nderuar veprimtar, bashkëpunëtor, miq dhe qytetar. Shumë të nderuar familjar të veprimtarit Ahmet Qeriqi. I nderuar Zoti Azem Sylla, komandant i përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. I nderuar akademik Arsim Bajrami, i nderuar komandant Sadik Halit Jaha, të nderuar të gjithë të pranishëm. Sot jemi mbledhur për të nderuar dhe përkujtuar jetën dhe veprën e një veprimtari të palodhur, të çështjes kombëtare, të burgosurit politik, shkrimtarit, publicistit, poliglotit, studiuesit, analistit të përkushtuar, drejtorit të radios Kosova e Lirë, profesor Ahmet Qeriqi. Ai ishte një intelektual me horizont të gjerë kulturore kombëtar, një zë i fuqishëm i fjalës së lirë dhe një veprimtar që në çdo rrethan mbi u mbeti besnik idealeve të lirisë. Me penën, mendimin kritik dhe angazhimin e tij të pandërprer, ai dha kontribut të çmuar në dokumentimin e historisë sonë më të re dhe në forcimin e vetëdijes kombëtare. Në përvjetorin e parë të ndarjes së tij nga jeta, kjo akademi përkujtimore është një moment reflektimi dhe mirënjohjeje për kontributin e tij shumë vjeçar në rrugtimin e popullit shqiptar drejt lirisë, për angazhimin e tij në fjalën e lirë dhe për rolin e tij në ruajtjen e kujtesës historike të luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Ahmet Qeriqi ishte ndër ata njerëz që idealin e lirisë e jetoi dhe e mbrojti, jo vetëm me fjalë, por mbi të gjitha me vepra. Nga përballja me burgun politik, tek angazhimi i tij palëkundur në informimin dhe dokumentimin e luftës çlirimtare përmes radios së luftës, Radio Kosova e Lirë, ai mbeti gjithmonë në anën e së vërtetës dhe idealeve për të cilat luftoi populli i Kosovës. Në nderim të dëshmorëve të kombit dhe në kujtim të veprimtarit Ahmet Qeriqi, ju ftojmë që të mbajmë disa çaste heshtje për kujtimi. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, për të paraqitur para jush rrugtimin jetësor dhe veprimtarinë e tij shumë vjeçare në shërbim të çështjes kombëtare, ftojmë luftëtaren e lirisë zonjën Elmie Plakiqi për të sjellë një përmbledhje të biografisë së profesor Ahmet Qeriqit. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit në sallë. Biografi e shkurtër mbi jetën dhe veprimtarinë adetare të profesor Ahmet Qeriqit. Ahmet Qeriqi u lind me 24 dhjetor 1946 në fshatin Krojmir të Drenicës Jugore, ku kreu edhe shkollimin fillor. Ishte fëmia i parë i Ali Emin Miftarit dhe Gjevahire Kadribeves dhe rrëte nga një familje me tradita të shquara adetare. Ishte nip i Hoxh Emin Miftar Shemës, kundërshtar i vendosur i regjimit Jugoslav, i cili disa herë ishte dënuar për bindjet e tij kombëtare, si dhe i Kadribeves, luftëtar i përkushtuar për Shqipërinë etnike dhe kryetari komunës së Lipjanit në vitin 1941. I cili u përshkatua nga forcat partizane jugoslave në vitin 1947. Shkollën të vjeçare, paralelisht me kolegjin fetar islam, e kreu në medresen Alaudin në Prishtinë. Ka vazhduar mësimet në medresen e mesme deri në dhjetor të vitit të tretë, ku me 6 nëntor 1965 u arrestua dhe u dënua me 2 muaj burg për propagandë armiqësore. Së bashku me medereset Reza Gjoka nga Namali
dhe Shemadin Akiti nga Zajazi i Kërçovës. Për këtë shkak, drejtoria e medreses e përjashton nga shkolla pa të drejtë regjistrimi në institucione të ngjashme fetare. Dënimin e mbajtjen e burgut në Prishtinës në muaj nëntor-dhjetor 1966. Gjatë viteve 1967-69 kreu shërbimin ushtarak në Kryzhevsk të Kroacisë. Në vitin shkollor 69-70, pas përfundimit të provimeve pranuese, u regjistrua në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, të cilën e përfundoi me sukses në vitin 1973. Prej vitit 1973 deri me 1978 punoi si profesor i gjuhës shqipe dhe latine në gjimnazet e Ferizajt dhe Vitis. Ndërsa nga viti 1978 deri në mars 1981 në Akademinë Pedagogjike dhe në Shkollën Teknike të Prishtinës. Ka përfunduar gjithashtu studimet e shkollës së tretë në gjuhë dhe letërsi shqipe në Prishtinë. Në maj të vitit 1975, së bashku me Sytki Selmanin nga Shkupi dhe Muharrem Bajraktarin nga Ferizaj, udhëtoi për në Bullgari, ku u furnizua me literaturë të ndaluar në ambasadën e Shqipërisë në Sofje. Në kthim gjatë përpjekjes për ta sjellë literaturën në Kosovë, u përball me ndjekje e tortura nga policia e shtimes e Tharandës. Pas një procesi të inskënuar, u dënua me 2 muaj burg për armbajtje pa leje, dënim të cilin e mbajti në burgun e Ferizajt në nëntor 1975. Në vitin 1977 regjistroi shkollën e tretë të studimeve në letërsi shqipe dhe përfundoi provimet në vitin 1979. Në tetor të ati viti, pas një bastisjeje në shtëpinë e tij në Shtime, ju gjetën fletore dhe shkrime e poezi me përmbajtje kombëtare, të cilat u cilësuan si propagandë armiqësore. Për këtë u dënua fillimisht me 6 muaj burg, ndërsa pas ankesës së prokurorit Reshat Millaku, dënimi u ngrit në 1 vit e 6 muaj burgim. Ahmet Qiriqi me veprimtari ilegale është marrë prej vitit 1964 së bashku me Fethi Mehdiun, përmes të cilit është vënë në kontakt me Sabrina Vosellën, antar i lëvizjes revolucionare të Bashkimit të Shqiptarëve. Ka bashkëvepruar ilegalisht edhe me Zënun Gjocin nga Rashiqi, Imer Halilin nga Prekazi i Epën, Bajram Qerimin nga Tërpeza e Vetis, profesor në Ferizaj, i vrarë në rrethana misterioze në vitin 1978, Agim Ollurin, pedagog në Ferizaj, Agim Fizullahun, po ashtu pedagog, vrarë mizoresht në Shtime në vitin 1976, Shaban Krasnicin nga Karaqica, Sheqer Zenelin, profesor nga Prishtina, Kushëririn, Syl Qeriqin e Eles Durmishin nga Krojmiri e të tjerë. Në vitin 1976 ka qenë bashkëthemelues i organizatës për slirim dhe bashkim kombëtar në Shkup, së bashku me Muhamet Ademin, Beq Dërvenin dhe Sytki Selmanin. Në vitin 1978, së bashku me Zënun Gjocin, Shaqir Zenelin, Imer Halilin nga Prekazi, Muhamet Ademin dhe Beq Dërvenin nga Shkupi, kanë vepruar në platformë të programit televizjes kombëtare shqiptare, duke shpërndar literaturë të ndaluar dhe duke propaganduar idenë e bashkimit të tokave shqiptare me Shqipërinë. Kanë shpërndar edhe parulla dhe traktate me përmbajtje kombëtare në Shkup, Prishtinë, Ferizaj e Gjetë. Në vitin 1981 ka marrë pjesë aktive në demonstratat e rinisë studentore së bashku me nxënësit të shkollës teknike ku ka punuar. Ka mbajtur lidhje veprimtarie ilegale me nxënësit e Akademisë Pedagogjike dhe të shkollës teknike në Prishtinë. Me qenë që në Prishtinë dhe në mbar Kosovën, regjimi Jugoslav kishte shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, me 3 prill 1981 ai u largua ilegalisht nga qyteti dhe u vendos në fshatin e Lindjes, në Krojmer të Drenicës, ku qëndroi në Arati deri më 11 maj 1982 kur u arrestua. Në shkurt të vitit 1983, për veprimtari anti-jugoslave, së bashku me 24 veprimtar të tjerë, u dënua me 8 vite burg,
për vepër penale të ashtu quajtur propagandë armiqësore, dënimin e vuajtjes në burgjet e Prishtinës, Gjurakoçit, Smrekonikicës, Suboticës dhe Novi Sadit, ku ju nënshtrua torturave të rënda nga hetuesit e UDB-s. Pas lirimit nga burgu, ka vazhduar dënimi për 5 vjet pa të drejtë punë në arsim. Nga viti 1988 deri me 1997, për të mbajtur familjen, punoi në zdrukthari, bujqësi dhe ndërtimtari. Në vitet 90 rifilloi aktivitetin advetor duke mbajtur kontakte me Azem Sylen, Sheqer Xhenelin, Ismet Shamollin, Nezir Myrtajn, Jet Hasanin, Muhamet Malsorin e shumë të tjerë. Në vitin 1997, Ahmet Qiriqi u angazhua drejt për drejt në organizimin e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke vepruar fillimisht në pikën në Krojmer. Gjatë gjithë periudhës së luftës, ai ishte i angazhuar me armë në dorë, së bashku me anëtarët e familjes së tij, Axhen Mehdiun, vëllain Hasanin, vajzën Arbanën, djalin e Pirin dhe vajzën e Axhës Milikien. Krahas angazhimit të drejt për drejt në terren, ai luajti një rol të veçantë në dokumentimin sistematik të zhvillimeve të luftës. Periudhën maj i vitit 98 deri me 24 qershor 1999 e përshkroi ditë pas dite në shënime të mbajtura gjatë kohës së luftës, të cilat më pas u sistemuan në dorëshkrimin Kronik lufte 1 dhe 2, ku përfshihen mbi 400 ditë të luftës të pasqyruara me përpikri kronologjike. Gjatë kësaj kohe veproi në bashkëpunim të ngushtë me Syl Qeriqin, Elias Durmishin, Heset Ollurin, Halil Ollurin, Vebi Qeriqin, Naim Rezanin dhe shumë veprimtar të tjerë. Me vendim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në nëntor të vitit 1998 u emërua përgjegjës i Radios Kosova e Lirë, e cila transmetonte nga malet e Berishës në Drenicë deri në qershor të vitit 1999, duke qenë një nga zërat më të fuqishëm të informimit të luftës. Pas lirimit nga korriku i vitit 1999, ai mori drejtimin e Radios Kosova e Lirë në Prishtinë. Edhe pse në kushte të rënda financiare e teknike, pa përkrahje institucionale, arriti ta mbajë gjallë transmetimin dhe ta konsolidoi radion si medium të pavarur në shërbim të informimit publik. Në shkurt të vitit 2001, së bashku me Valdet Hotin dhe Helmi Ramadanin, depërtuan në zorat e konfliktit të UÇPMB-s dhe montuan teknikën e radios Zëri i Lirisë në malet afër Konçulit, duke dërguar atje edhe transmetuesin e parë të Radios Kosova e Lirë. Kjo radio funksionoi për afro 2 muaj, duke shërbyer si burim informimi në rrethana lufte. Në maj të vitit 2001, së bashku me bashkëpunëtar të tjerë, themeloi redaksin dëshmoret e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe inicoi projektin monografik Fenikset e Lirisë, në kuadër të cilit u botua vëllimi i parë me emrat dhe të dhënat për dëshmoret e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjatë periudhës kur Radio Kosova e Lirë u drejtua nga profesor Ahmet Qiriqi, ajo ishte dhe mbeti një medium në shërbim të vlerave të lirisë dhe të idealit çlirimtar. E lindur në rrethanat e luftës, kjo radio ruajti frymën e saj themeluese edhe në periudhën e pas luftës, duke promovuar kujtesën historike, duke mbrojtur interesin publik dhe duke mbajtur qëndrim kritik ndaj tukurive negative në shoqëri. Në vitin 2016, së bashku me simbolin e rezistencës kombëtare, Pac Adem Demaçin, themeloi televizionin Dielli, medium me program kombëtar, edukativ e kulturor. Profesor Ahmet Qiriqi realizoi vjetra dokumentar për dëshmorët e kombit, për personalitetet të shquara shqiptare, për krimet serbe në Kosovë dhe realizoi po ashtu edhe emisione edukative me vlera të veçanta kulturore. Ai është autori 25 veprave letrare dhe historike, përfshirë romane, kronika letrare dhe historike, si dhe libra studimor. Ai ishte gjithashtu bashk autor dhe redaktor në 90 vëllimet të monografisë Fenikset e Lirisë.
një projekt i rëndësishëm dokumentues për dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po ashtu është autori 10 vëllimeve me studime, hulumtime dhe artikuj publicistik, të botuar ndër vite në radion Kosova e Lirë, si dhe në gazetat Jeta e Re, Rilindja, Bujku, Zëri i Kosovës, Zëri i Lirisë dhe të revistat e tjera kombëtare. Ishte i martuar me zymryte dhe Besha Mollin nga Shala dhe la pas 6 fëmijë, Antigonën, Arbanën, Labrin, Rezartën, Epirin dhe Zamirin. Ahmet Qiriqi ndroi jetë më 7 mars 2025, në ditën simbolike të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ditës së mësuesit, në flakën e pashuar të përkushtimit ndaj lirisë, arsimit dhe kombit. Jetoi dhe veproi me ideale të pastra adetarie, duke lënë pas një trashëgimi të gjerë, letrare, historike e kombëtare, që do të mbetet pjesë e kujtesës sonë historike. Lavdi jetës dhe veprës së profesor Ahmet Qiriqit, qofti përjetshëm kujtimi për ta. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit e nderuara drejtoresh për këto të dhëna shumë të çmuara biografike për profesor Ahmet Qiriqin, i cili la pas një pasuri të jashtëzakonshme veprash dhe trashëgimi për brezat e ardhshëm. Ahmet Qiriqi ishte ndër zërat që përmes radios Kosova e Lirë përcolli realitetin e luftës dhe idealin çlirimtar gjatë dhe pas luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Për kontributin e tij në këtë drejtim, ftoi për një fjalë komandantin e zonës operative të Pashtrikut, Sadik Halitjaha. Të nderuar pjesëmarrës, shumë të nderuara familje të dëshmorëve, bashkëluftëtar të Ahmet Qiriqit, bashkëveprimtar, bashkëvujtës, e nderuara familja Ahmetit, e nderuara familja madhe Qiriqi, të nderuar të gjithë të pranishmit, kërkoj falje nëse s'mund t'i specifikoj me emra sepse kemi këtu personalitete të shumta. Më lejoni në mënyrë të veçantë komandantin e përgjithshëm ta përshëndes Azem Sylen. Përshëndes edhe parafolësën time Elmije Plakicin, bashkëluftëtaren, ishte me fjalë të dubra dhe tha shumë çka. Unë do të përpiqem të jemi shkurt që të mos përsëris ato që i tha ajo, sepse edhe unë kam përgatitur diçka me shkrim, po dalin diçka duplifikime, kështu që do t'i them ato që unë i kam përjetuar dhe kam bashkërroktuar me Ahmet Qiriqin. Ahmet Qiriqi është një njeri veçantë dhe kur flasim për veprën dhe jetën e Ahmet Qiriqit, duhet ta kuptojmë se kemi një njeri shumë dimensional, të cilit në asnjë fushë jetësore nuk i ka mungu asgjë. Ishte student, mësues, profesor, i burgosur, i vujtur, ishte edhe bashkëluftëtar i ynë, ishte drejtor i radios Kosova e Lirë. Në çdo etapë të jetës, ai ishte sfidues i gjithë atyne presioneve, shantazheve, vujtjeve nga regjimi i atëhershëm Jugosllav. Ishte i burgosur si i mitur gjatë e 4, ishte 3 herë i burgosur, ishte shmangur burgimit dhe kishte shkuar në ilegalitet në Preshevë, në Shkup. Në fund tregon ajo që ai ishte rezistent dhe nuk deshi t'i dorëzoi regjimit Jugoslav, udhbes. Ai e bëri një bunker në Krojmir dhe shumicën e kohës brenda një viti e ka kaluar psheftas në bunker dhe në përshok. Ai në ushtrinë çlirimtare të Kosovës nuk mund të them se u kyç, ai ishte organizatori i saj që bashkëpunoi bashkë me Azem Sylen, me Jakub Krasniqin e me shumë njerëz të tjerë të cilët përgatitnin luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
ishte aktiv nga 1997. Në luft, a ishte luftetar lirie bashkë me Sylen, me Elezin, me shokët e tjerë të rrethit, po ishte edhe ma gjerë në nivelin e luftës, në për shumë pikat të ndryshme, veproj, rezistoj, luftoj. Në nëndorë të vitit 1998, me propozimin e drejtorit të atëhershëm për informim që ishte Jakub Krasniqi boni propozim të bëjmë një radio tonë të luftës, të bëjmë një agencion si që ishte Kosova Presi, sepse agencionet dhe mediat që vepronin në Prishtinë, edhe pse ishin shqipfolse, nuk e plotësonin as ideologjin, as logjikën, as qëllimin e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prandaj na duhej një radio e ushtrisë çlirimtare e Kosovës. Këtë propozim e nxori para shtabit të përgjithshëm, që këtu kemi antar shtabit, është komandanti, dhe i tërë shtabi e aprovoi dhe emëroi Ahmet Qiriqin drejtor të radios Kosova Lirë. Emëroi Berat Luzhën drejtor të agjencisë Kosova Press. Këto dy institucione luanin rolin e veçantë në informim, jo vetëm të shqiptarëve, jo vetëm të luftetarëve, po edhe ndërkombëtarët e interesoheshin dhe merrnin, kur donin të merrnin informacionet e sakta për luftën, për betejat, për ngjarjet. Ishte një medie që na dhonte shumë moral, e cila shpjegonte përfitoret e luftetarëve, siç e na njoftonte edhe për rënjet e dëshmorëve tanë. Duhet të theksoj vetëm një ngjarje të veçantë, një betejë të fillim prillit 1999, sepse nuk e thash datën, më shiti kjo, radio është themeluar dhe ka filluar punën me 4 janar 1999. Tash e kam fjalën për muajin prill, në fillim prillit, Shesheli pa të thonën se do të shkoj të pi kafe në Kleçk dhe nuk do të ketë më radje zhurmuese të UÇK-s, as nuk do të ketë më UÇK. Dhe ne bëm përforcime të shumta rreth rashnaltës së Kleçkës, Divjakës e Berishës. Kryesisht këto pozicione kishte më përpara Brigada 121 e komanduar nga komandant Topi, Haxhi Shala. Mirë për në këto rrethona, pasi që pritej një sulm i madh i shumë forcave serbe, ne e përforcuam edhe me brigada tjera, si brigada 123, 124, 125, dhe bëm rreth e përçark bllokimin që forcat anmike të mos depërtojnë, të shkatrojnë shtabin në përgjithshëm, të shkatrojnë këto dy institucione mediatike. Anmisht jam mësyn me 3 brigada. U bo betej e jashtëzakonshme, me të gjitha llojet e armëve u sulmu rrafshnalta e Kleçkës e Berishës, u përdorën tanksat, u përdorën minahelsit, u përdorën avionet me raketat e tyne, shumë raketa u zbrazën, shumë ranë afër radios Kosova Lirë, saqë u bën shumë lisa të rrëzum dhe shpella afër bunkerit, aty ku ishte Radio Kosova Lirë, nuk ishte dikun me një fortifikat, po ishte një bunker i thjesht. Fillim ka qenë vetëm me plasmast, ma vonë pak e fuqizuam. Kam dëshirën të theksoj në një të veçantë se stafi i radios Kosova Lirë, i udhëhequr nga Ahmet Qiriqi dhe i agjencisë Kosova Press, ishin edhe ushtarë aktiv me pushk, të cilë dolen nga bunkeri u pozicionuan me ushtarët për të mos lejuar të afroheshin forcat serboslave. Kjo betejë ishte shumë e suksesshme për ne, pasi që kishim strategun që komandoi ishte Tajir Sinoni dhe komandantin e brigadës Haxhi Shala. Në këtë betejë ne i bëm dëm shumë anmikut, i shkatruam shumë teknik ushtarake, i vëram shumë armiq, dhe rrëzuam aeroplanin MiG-29
mbi tërpezën e ulët në Xhabel. Kundër ajrori jonë e goditi aeroplanin dhe aeroplani u përplas për tokë. Nuk arritëm ta kapim pilotin, për shkak se ishin forcat serbe shumë afër, ishin në rrugën e Lozicës dhe kishin dëpërtu kamshort deri te tërpeza e ulët. E ushtarët tonë mbronin tërpezën e lartë dhe mbronin pozicionet e tyre rreth e përqark, rrafshnaltës të Divlakës, të Kleçkës, të Berishës, dhe ishte detyrim për pos institucioneve tona që kanë qenë të përhershme në këtë zonë. Kemi pas dikun rreth 85.000 civil në gryken e Divjakës deri në Kryemirë. Familja Ahmet Qeriqit, përpos Ahmetit, të gjithë ishin të angazhuar, kam fjalën për ata që ishin të moshës madhore, në luftë për rezistencë, në luftë për liri. Zëri i radios Kosova Lirë ishte një zë shumë i fuqishëm, i domosdoshëm, për moral, për informim dhe për mbarvajtjen e gjitha beteja dhe organizimin e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse në fillim ne kishim vetëm pak radiolidhje që funksiononin deri në 4-5 kilometra, derisa na erdhën telefona satelitor. Mirë po Ahmeti ishte i veçanti, i cili në përgjithë territorin e Kosovës shkoi, i pau, mur pjesë në përgjitha betejat, shkroi kronika të ndryshme që i dha lajme dhe të shpërfaq Radio Kosova Lirë. Kështu që deri në fund të luftës, deri në fitoren, deri në çlirimin e Kosovës, me 21 qershor jep lajmin e fundit nga rrafshnalta e Berishës për çlirimin e Kosovës. Dhe pastaj Ahmeti me gjithë stafin e ofrojnë Radio Kosovën e Lirë në Prishtinë dhe vazhdojnë të punojnë nga Prishtina. Mirë po duke qenë unë miku, krejtësisht kundër kësaj veprimtarie, nuk i lejoj më shumë se 250 watt radios, nuk i lejoj frekvencat e dy fishta. Ishte shumë pak, sa që as Prishtina nuk e ndëgjonte të tërën. Prandaj Ahmeti shkoi dhe kërkoi nga shefi për informim i UNMIK-ut që ta fuqizoj radion, ta bëj normale, funksionale. Ai thot kështu: hiqet thot për programit Betejat e luftës, hiqen nga programi thot Dëshmorët e lirisë, unë thot t'jap mundësi ta rrishish kapacitetin e radios, ta bësh 500 watt. Ahmeti thot jo, por se si kjo nuk bëhet. Atëherë thot, kjo do të mbyllet shpejt. Ahmeti si kom ngulësisht, sepse njeriu trim është edhe i gatshëm u përballë edhe me sakrificën, thot jo, kjo nuk do të ndodhë kështu. Do të ndodhë që ti do të ikesh nga Kosova. Radio Kosova Lirë do të veprojë vazhdimisht Kosovë. Edhe ndohet me ta. Vjeket që duhet ta them, po kërkesat e Ahmetit ishin të qeveritarët tanë. Atëherë ishte Bajram Kosumi kryeministër. Ahmeti e kish ish bashkëpartijak dhe shkoi te kryeministri i tha, zoti kryeministër, na duhet një përkraje për radion Kosova Lirë. Përkundrazi, ai gati thuja sikur se UNMIK-u. Thot ju stafin, duhet një herë së pari ta kaloni përmes kontrollit të qeverisë, të merrni me konkurse njerëzit aty. Programin duhet ta aprovojmë ne, thot qeveria, pastaj ju të shpërfaqni ato që bani ju atje. Edhe Ahmeti e sheh që nuk ka ndonjë ndihmë, por ka pengesa, edhe nga ky largohet. Ishin pengesa të mëdha për Ahmetin edhe për stafin e Kosova Lirë, edhe prej medjave të tjera, jo si konkurrente, po si urrëtëse, sepse ato ishin vetëm shqipfolse. Ato nuk banin punën në interes të dhëvëve të Kosovës, përkundrazi bënin argatin e të hujve, të armiqve tanë, që kemi edhe tani në këtë kohë që punojnë për të tjerët, jo për Kosovën. Ato e shifnin Kosovën e Lirë si një shqipojnë e vetën sikur të ishin nga Raska. Megjithatë, donin ta pengonin me çdo kusht, sepse ishin të shitura. Përkundrazi, Ahmet Qeriqi mbijetoi, veproi edhe nga dhjell
edhe luftën, edhe pas luftën që ishte një luftë speciale. Ahmeti ishte dhe mbeti i veçantë për gjithë ne, sepse të gjitha virtytet njerëzore, kombëtare, adhetare i kishte në vetvete. Të gjithë ne e lakmojmë dhe dëshirojmë që t'ishim si ai. Ai, si rrugërrëfys për të ardhmen, ju la shumë amanete dhe familjarëve të vetë, edhe ne jemi shumë krenarë të cilët kemi pas punë me Ahmetin, kemi bashkëpunuar me Ahmetin, kemi bashkëvepruar me Ahmetin, po dhe familja është krenare, dhe jemi na krenarë edhe me familjarët, me vajzat dhe me djemë të Ahmetit, të cilët po vazhdojnë rrugtimin, ato çfarë Ahmet Qeriqi ja vla amanet për çështën e dheut dhe të kombit. Ishte i veçantë, do të mbetet i veçantë, i pavdekshëm për ne Ahmet Qeriqi. Lavdi. Falënderime të përzemër të nderuar komandant Halit Jaha dhe për këtë dimension të veçantë për kontributin dhe vlerësimin që i dhat jetës dhe veprës së profesor Ahmet Qeriqit. Të nderuar të pranishëm, në kuadër të kësaj akademie përkujtimore, sot nuk po rikujtojmë vetëm jetën dhe veprën e autorit Ahmet Qeriqi, por po sjellim para jush edhe 2 krijime të tij, të cilat ai i la në dorëshkrim dhe që tashmë po i ofrohen publikut. Vegimtari dhe Saga e Malmirit. Këto 2 vepra përbën një trashëgimi të rëndësishme shpirtërore dhe intelektuale. Ato dëshmojnë për përkushtimin e tij të pandërprer ndaj fjalës së shkruar, ndaj publicistikës së angazhuar dhe ndaj ruajtjes së kujtesës historike të kombit tonë. Fillimisht do të dëgjojmë recensionin për librin Vegimtari. Për të paraqitur vlerësimin e tij kritik dhe profesional, ftojmë bashkëpunëtorin e profesor Ahmetit, zotin Isuf Ismaili. Të nderuar familjarët e profesor Ahmet Qeriqit, të nderuar përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar vëllezër e motra, shokë e shoqe, unë ju përshëndes. E kam shumë të vështirë të flas për profesor Ahmet Qeriqit. Ai për mua ishte jo vetëm një shok, jo vetëm profesori im, ai ishte babai im. Do të doja të thosha si babai im, sepse një pjesë të mirë të jetës time e kam kaluar me të. Kam kaluar e kam shkuar një pjesë të mirë të trevave shqiptare dhe kam pasur rast të marr nga mençuria e tij, nga dija e tij shumë çka. Megjithatë, po e them që për askë në jetën time, as për prindin tim, as për babain tim, nuk më ka qarë zebra sa më ka qarë për Ahmet Qeriqin. Unë do të merrem me një vështrim letrar për romanin e tij Vegimtari. E kam titulluar Shkëlqimi i veprimtarisë adhetare në romanin Vegimtari të profesor Ahmet Qeriqit. Letërsia shqipe është pasuruar dhe pasurohet vazhdimisht me vepra të shumta të gjinive e llojeve letrare, të cilat kur më shumë e kur më pak e kanë shtuar nivelin e vlerave artistike. Në këtë pasuri të madhe letrare është emri i shquar i shkrimtarit, profesorit, atë dhe dashësit të madh, i veprimtarit të Dejnë Ahmet Qeriqi, që luftoi me pushkepen për lirinë e bashkimin e dheut, për tërësinë e trevave të Shqipërisë e vlerave më fisnike njerëzore, emri i të cilit është gdhendur në panteonin e shqiptarësisë sonë dhe s'ka se si të jetë ndryshe. Ky emër do të rrojë gjithmonë së bashku me gjuhën shqipe e ëmbëlsinë e saj. Nuk ka pasuri më të madhe për njeriu se sa një krijimtari e tillë, siç është veprimtaria e profesor Ahmet Qeriqit. Po të flasësh për veprimtarinë e profesor Ahmetit, nuk është as pak e lehtë, sepse që jo vetëm një shkrimtar i mirëfill, por edhe një pedagog i shquar, një filozof me mendime të thella,
një gjuhëtar që pasuroi vazhdimisht fondin e gjuhësisë sonë, një redaktor me vlera të mëdha e kontribute e jashtëzakonshme në Radion Kosova Lirë e Televizionit Dielli, një shok e mik i cili fjalën e kulluar shqipe e shfrytëzoi prore për të mirën e popullit shqiptar të njerëzimit. E gjithë jeta e tij që krimtari, që veprim në dritën e rrugës sonë drejt shkëlqimit të Shqipërisë sonë. Ai që i brumosur me idealet e shëndosha që fëmijë, ai bashkë me qushin e nënës e fitoi edhe dashurinë e madhe për atë dheun, por edhe urrëtitjen e përpushtuesit barbarë të trevave shqiptare. Akoma fëmijë, ai e filloi edhe veprimtarinë për çlirimin e viseve shqiptare që i kishte pushtuar Jugosllavia barbare, e cila është quajtur burgu i popujve liridashës, por për shqiptarët ajo që edhe një ferri të mërshëm. Nuk ka gjë më të njerëzishme se sa të luftosh kundër këtij ferri. Profesor Ahmet Qeriqi, që fëmijë provoi këto flak të ferrit në dhomat e torturave të tmerrshme të policisë serbe jugoslave. Vepra e tij vegimtari, për të cilin dua të flas, është një nga burimet më të mira për të nxjerrë, jo vetëm anën e pasur letrare artistike, vlerat e dashurisë, traditave shqiptare, anën historike të trevave tona, trimërinë e besën, jetën e rëndë e skamin e madh të njerëzve tanë në thundrën e pushtuesit por edhe pabesin e shpirtëshiturve, tradhtin e shëmtuar të disa shqiptarëve shërbëtor të armikut, e gërsin e dhunën dhe gjithë aparatin shtypës të shtetit jugoslav, që kur nuk e pushoi luftën për nënshtrimin e shqiptarëve, asimilimin e shurjen e jetës shqiptare, e me gjithë këtë në flakët e përpjekjeve për liri, zogje shqiponi suhodhen pa hezituar, pa u trembur duke fliruar jo vetëm rinin, por edhe jetën për ta mbajtur të gjallë të fort origjinalitetin i lirë, arbresh e shqiptar, vitalitetin e trevave tona dhe kjo veprimtaria adhetare, e gjitha dha frutet e saja, ndaj sot e përgjithmonë. Fjala, gjuha shqipe, Kosova e treva tona, janë do të jenë pjesë e Shqipërisë së shpirtërore. Jeta e vepra e profesor Ahmet Qeriqit është pjesë e kësaj madhështie shpirtërore. Jeta e vepra e tij dele në paraqitet, krahas shumë veprave edhe në krimtarinë e tij. Bota e pasur letrare, romanat e tij na fusin në hullinë e vlerave historike që nga mesjeta e deri në ditët tona. Ai diti e mundi të paraqes e të na sqaroj shumë lëndë që në letërsinë tonë ka pasur mangësi të mëdha. Mjafton të përmendim romanin Guri i betimit dhe pas një leximi të kujdesshëm përjetojmë vlerat të mirëfillte artistike dhe plotësinë e asaj mungese sqarimesh të mesjetës arbreshe shqiptare. Ai e shfrytëzoi jo vetëm mendimin e shëndosh, botën e pasur shpirtërore të tij, por edhe krimtarinë folklorike. Ai diti edhe nga një këngë të krijoi një roman, siç është romani Betimi i motrës. Jeta e tij me ngjarje e përjetimet e shumta, të bushme, janë vlerat dhe ngjarjet e një periudhe të së kaluarës sonë, e pjesë e të bëmave për atë dheun. Profesor Ahmet Qeriqi, duke njohur mirë jetën e fshatit, të bashkëtarëve e të bashkëdhetarëve gjithandej, duke përjetuar vujtjet e duke pasur një botë të thellë mendimesh, duke i përveçuar dijen e filozofinë popullore, krimtarinë folklorike, duke pasur një shpirt të ndjeshëm, frymëzime e qeltërsi zemre, duke ndier peshën e rëndë të pushtimit të atë dheut në çizmen e pushtuesve, duke lexuar e përthithur çdo gjë të vlefshme nga historia e popullit tonë, duke njohur gjithnjë e më mirë letërsinë, jo vetëm shqiptare, por edhe botërore, duke qenë vetë pjesë e pandare të bëmave zulm më mëdha, të ngjarjeve heroike të popullit shqiptar, siç e lufta heroike e ushtrisë shqiptare të Kosovës, zëri i qartë i saj e autentik i kësaj lufte, diti e shkroi, mundi e botoi, shumë vepra jo vetëm letrare, por edhe dokumentare, historike, shoqërore, politike e informative. Ai nuk e kaloi kohën kurrkot, ai e mbushi gjithë jetën e tij me vlera të mirëfillta, siç din të bëjnë përpjekje, përkushtime, sakrifica dhe vepra të shquara vetëm njerëzit e mëdhenj. Këto të gjitha i ka paraqitur mirëfillin në romanet e tij, me që letërsia përmbledh jo vetëm anën artistike, por edhe përmbajtjen e rrëfimet e gjalla që flasin në libra, mendimet e pasura e këshillat e natyrshme, siç dalin e paraqiten edhe te romani Vegimtari. Protagonisti i këtij romani është Urtani i Malmirit, i cili na shfaqet në roman që kur që fare i vogël. Ai jeton me botën e pasur të gjyshërëve të tij, të cilët kishin në memorien e tyre një përvojë të pasur, një adetarizëm që shoqërohej me rrëfimet e shumta të ngjarjeve të së kaluarës shqiptare. Urtani do të marrë shumë nga gjyshi, që ishte hoxh, por me një veprimtari adetare, me një shpirt kryengritës kundër padrejësive që i bëshin popullit shqiptare atë dheut. Gjyshi për Urtanin ishte jo vetëm mbështetje kryesore, por kur qëndronte
me të trimërohej dhe nuk frikësohej askujt, madje as vetëtimes e murmurimes, romani Vegimtari. Karakteri i Urtanit ishte e përmosur nga ai i gjyshit, për të qenë kurdoherë një kryengritës e luftëtari i denjë për triumfin e së drejtës së shqiptarëve e Shqipërisë, ndaj ai që i ri fare i njom angazhohet me shokë në ato veprimtaria adhetare që do ta kalis dhe do ta burroj para koha, do të piqet pa i njohur mirë hiret e emocionet dhe gëzimet fëmijërore e rinore, që në këtë moshë ai do të njohë dhunën e egur të inspektorëve të policisë serbe me gjithë brutalitetin e tmerrshëm antishqiptar. Ai sipas këshillave të gjyshit do të shkojnë në medrese, por ç'është e vërteta, atij interesonte letërsia, gjuha, bota e artit dhe filozofisë, kinematografia, shkencat eksakte, të cilat së bashku do ta pasurojnë pa mas. Atë ndaj edhe mësimet e thata fetare nuk janë mbushnin mendjen. Kishte dashuri të madhe për të lexuar libra dhe sa herë që i mjaftonte koha merrte libra për leximin në bibliotekën e qytetit, te romani Vegimtari. Po, te romani Vegimtari do ta e kam edhe një citat. Mësonte, lexonte libra dhe kishte filluar të shkruante edhe skica indikuar sidomos nga skicat e rrëfimet e Migjenit. Kishte lexuar edhe romanin Gjarpërinë e Gjakut të shkrimtarit Adem Demaçi, i cili ishte gjitoni i parë i medresistëve. Romani Vegimtari. Nga gjyshja do të marrë fisnikrin dhe pasurinë folklorike, shpirtin e pathyeshëm, moralin e shëndosh njerëzor. Gjyshja e tij i thoshte vargjet e këngëve popullore, tregimet dhe rrëfimet e pasura të botës shqiptare. Të tëra këto do ta përgatisin Urtanin të jetë një zë i fuqishëm, që do të lërë gjurmë të thella në veprimtarinë e përgjithshme, luftëtar me penë e pushk, me dije në shumë fusha të krijimtarisë sonë. Në medrese Urtanin e kishin ndëshkuar, sepse në shumë raste që i pabindur në ato rregulla që i kishin shumë të ashpra, madje edhe sepse Urtani kishte një botë tjetër, jo të bindjeve verbale. Do të shohim se Urtani kishte pasur kontakte me antarët e lëvizjes ilegale, dhe pse ishte fare i ri, kishte shprehur interesim për të dhënë ndihmesin e tij, dhe ai fliste me disa shokë e të hapur për të krijuar një organizat. Ai kishte parë edhe Adem Demaçin, por edhe veprimtarët e tjerë. Më vonë do të shohim se organet e sigurimit jugoslav, përveç veprimtarive ilegale, e kishin burgosur edhe Urtanin, ndaj të cilit kishin ushtruar një dhunë të tmerrshme, edhe pse ai ishte i mitur. Urtani ja kishte thënë qartë asaj inspektorit e sigurimit, e citoj nga romani Vegimtari. Unë mbështes veprimet e organizatës së Adem Demaçit, por nuk kam pasur asnjë kontakt me të, ndërsa Ademin e kam njohur, me që ai ka shtëpinë e tij afër medresesë. Unë jam i ri, ata nuk më kanë besuar, për ndryshe, po të më kishin qasur, do t'ju kisha bashkangjitur, thot Urtani, vepra Vegimtari. Urtanin e kishin dënuar 2 muaj, por edhe disa shërbëtorë të UDB-s Hoxhallar e kishin dënuar duke larguar nga shkolla. Të gjithë në roman shkrimtari do të na paraqes edhe një pjesë të humorit popullor me rrëfime nga jeta e përditshme e fshatërsisë. Të gjithë qeshnin, ndërsa Urtan Qirit i kishin shkuar lotën nga të qeshrat. Ky është citat nga romani. Ngjarjet e zhvilluara në burg dhe në ushtri janë përshkruar me një aftësi të shkëlqyer nga shkrimtari. Urtani jo vetëm në burg, por edhe në ushtri kishte përjetuar vuajtje të mëdha. Por siç përshkruan në roman, ai tashmë i rryer me pjekuri të madhe do të mendoj se nga jugoslavët vetëm vuajtje të këqija do të prishnin. Ai priste me padurim ta mbaronte ushtrinë dhe përpiqej të mos kishte probleme. Kur ishte në pushim, kishte lexuar edhe një letër nga kushëriri i tij. Te Hall Zela lexon letrën që kishte dërguar nga Shqipëria Martir Hysi. Ai rrëfente për jetën në Shqipëri që kalonte mirë dhe shkruante se pas mbarimit të shkollës së mesme kishte regjistruar fakultetin e elektronikës në Tiranë, ku edhe banonte në qytetin Studenti. Ai kishte dërguar edhe një fotografi ku shihej tërshëndet. I kishte lakmuar shumë martirit, sa për një kohë kishte menduar të shkonte në Shqipëri sapo të mbaronte ushtrinë. Citat nga romani. Megjithatë do ta shohim Urtanin se u drejtua nga fakulteti
filologjik i Universitetit të Kosovës, dega gjuhë dhe letërsi shqipe. Profesor Ahmet Qeriqi është njohës i mirë i gjuhës dhe ai ka botuar shumë studime gjuhësore, të cilat kanë vlera jo vetëm dialektologjike, por edhe etimologjike të shqipës, edhe të shqipës standarde. Ai që njohës e kalorës i fjalës, një orator i shkëlqyer, dhe mendimet e tij i shoqëronte me shembuj nga letërsia greke romake, nga letërsia e përgjithshme, por natyrshëm edhe me shembuj nga letërsia shqipe e filozofia. Fjala e tij, studimet e tij, veprat e tij kanë një rrjedhshmërinë natyrshme gjuhësore, siç është gurra e ujit që buron nga thellësitë e maleve. Një pasuri e tillë gjuhësore, padyshim e shoqëron edhe romanin Vegimtari. Romani Vegimtari është një roman që ka një pjesë të natyrshme të jetës dhe veprës së profesor Ahmet Qeriqit. Si përfundim do të thosha se njerëzit e mëdhenj jetojnë me veprat e tyre në motet e neshekujt e botës njerëzore. Krijimtaria e tyre është pjesë e pasurisë njerëzore. Emri i tyre përjetësohet me vetë veprat e tyre. Profesor Ahmet Qeriqi është një nga këta njerëz. Rone do të rrojë me vetë gurrën e pashtershme natyrshmërinë e gjuhës shqipe, me idealet e shëndosha të shqiptarësisë sonë, lavdi të përjetshme jetës e veprës së tij, i përjetshëm qoftë kujtimi, por do të doja të thosha që jeta dhe vepra e tij le të bëhet burim, frymëzimi për gjeneratat e reja, për të rinjën tanë, që ata ta vazhdojnë rrugën e shqiptarësisë sonë, ta vazhdojnë rrugën e bashkimit të kombit e të trevave shqiptare në një Shqipëri të vetme. Ju falenderojmë zoti Ismaili për vlerësimin tuaj të thelluar, qasjen profesionale dhe interpretimin e kujdesshëm që i bë të librit Vegimtari. Recensioni juaj ndihmon që kjo vepër të kuptohet më gjerë, jo vetëm si krijimtari letrare, por edhe si dëshmi e një përvoje dhe vizioni të ndërtuar në kohë të vështira historike. Ndërsa për librin Saga e Malmirit, recensionin e ka përgatitur veprimtari dhe i burgosuri politik, zoti Ibrahim Shala, të cilin e ftojmë të marrë fjalën. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Është rasti rroll kur në një hapësirë kaq të vogël grumbullohen kaq shumë njerëz me merita dhe vlera të larta kombëtare dhe intelektuale. Edhe një herë përshëndetje për gjithë juve. Unë kam përgatitur për të lexuar për këtë rast një verzion, nëse mund të them, një verzion të shkurtë të recensionit tim për mos të zgjatur kohën, por nuk e di sa është vërtet i shkurtë. Recension: Saga e Malmirit, autor Ahmet Qeriqi. Pasi mu dha librin në dorëshkrim Saga e Malmirit që ta lexoja për të shkruar recensionin, unë ndjeva i nderuar dhe i privilegjuar. Me autorin Ahmet Qeriqi kemi pasur njohje personale, marrëdhënie të mira shoqërore dhe fatmirësisht kemi pasur diskutime të nivelit intelektual në shumë fusha si art, politik, letërsi, histori e të tjera. Që në fillim, duke lexuar romanin, pata një ndjenjë të veçantë të papërjetuar më parë, me dukej sikur po vijoja një bashkëbisedim real me autorin të filluar kohë më parë, sepse ai po tregonte përmes shkrimit gjëra që nuk i kishim biseduar për të gjallë të tij, sikur fillimisht mi thoshte vetëm mua, ende pa u shpërndar të tjerëve. Çuditërisht kjo ndjenjë më bëri të ndisha shumë i privilegjuar e përjetoja sikur autori e shprehte personalisht një besim të përzierur ndaj meje. Romani Saga e Malmirit, autorit Ahmet Qeriqi, është botuar në vitin 2025
nga shtëpia botuese Radio Kosova e Lirë, shtypshkronja Shkrola, dhe ka 271 faqe. Libri ndohet në 2 pjesë. Pjesa e parë ka 11 kapituj, kurse pjesa e dytë ka 9 kapituj. Në fund të librit është dhënë biografia e autorit dhe regjistri i veprave të publikuara të tij. Libri i përket llojit të romanit historik. Në të është trajtuar historia familjare e autorit, ku krye personazh është gjyshi i tij, për shkak të profesionit të hoxhës i njohur me emrin si Mullaj Emini. Kuptohet jeta e personazhit kryesor trajtohet në kontekst të familjes, fshatit, zonës, Kosovës deri në nivel kombëtar me tërë kompleksitetin e ngjarjeve të kohës. Në roman, si pjesë e familjes, është përfshirë edhe fëmijëria e autorit, mosh kjo kur fillon të formsohet personaliteti i njeriut. Tema e shtjelluar në roman është titulli romanit Saga e Malmirit është zgjedhur me qëllim nga autori, sepse fjala sag i përshtatej shumë përmbajtjes së romanit, sepse ka një kuptim të gjerë dhe përmbledhës. Saga, në kuptimin e gjerë, ajo nënkupton një tregim të gjatë e kompleks për jetën e një familje ose një seri e ngjarjesh historike. Romani ka në qendër historikun e familjes së autorit. Nga fillimi i viteve të para të shekullit 20 deri në përfundimin e aksionit të mbledhjes së armëve nga shqiptarët në vitin 1955-56. Tema qendrore e romanit është aksioni i armëve i bërë në Kosovë, kinse për të mbledhur armët nga popullit të mbetura nga koha e luftës së dytë botërore, por në fakt qëllimi kryesor ishte që të rritej presionin mbi shqiptarët, të ju bëhej jeta e padurueshme dhe ata të shpërngulen sa më shumë për në Turqi. Aksioni ishte drejtuar nga kryetari i shtetit federativ Tito, ministri i brendshëm Aleksandar Ranković dhe krerët shtetëror të Serbisë, i përkrahur edhe nga pushtetarët komunistë të Kosovës. UDB-ja ishte organizata që e ekzekutonte në praktik duke përdorur si mjet vetë partinë dhe policinë e shtetit për të dalë sa me sukses në këtë veprimtari kriminale antishqiptare. Në roman përshkruhen edhe histori shumë të vjetra, që transmetohen përmes tregimeve të personazheve të moshuar ose përmes bashkëbisedimit të tyre. Romani trajton jetën e fshatarëve të Malmirit, kuptohet të Krojmirit, me të gjitha sfidat e saj. Prej se është themeluar fshati në atë pjesë të Kosovës. Nga romani krijohet përshtypja se ata banor janë aty prej se është krijuar jeta, se janë të lidhur në mënyrë të pandashme me malet, arat, lumenjt dhe grykat. Jeta është shumë e vështirë dhe ajo gjithmonë bëhet për mbijetesë, çdo herë është e varur për fijet e perit. Por duket se këto vështirësi nuk mjaftojnë për këta banor, që u ka sjell natyra dhe kushtet të rënda të jetës, por i shtohet edhe shtypja dhe terrori i pushtuesve të çdo kohe, që derdhin mlefin dhe terrorin mbi malsorët krenar, të pabindur dhe pa ndryshuar qenjen e tyre me palë shqiptare. Ngjarjet të përshkruara në roman për fshatin Malmir janë edhe tipizim i gjithë asaj që ka ndodhur me aksionin e mbledhjes së armëve në tërë territorin e Kosovës, e sidomos në ato zona ku rezistenca kombëtare kundër pushtimit serb dhe jugoslav kishte qenë më e theksuar. Ngjarja thelbësore fillon me kapitullin Erfia, fjalë që ka përdorur populli për aksionin e mbledhjes së armëve në dimrin e egërt të vitit 1955-56. Në këtë kapitull na del për herë të parë emri i krye personazhit, i Mullaj Eminit, i biri i Miftarit të Malmirit. Në jetë dhe në roman, autori Ahmet Qeriqi, personazh urtani, është djali i Zanit, e ky është djali i madh i Eminit. Mullaj Emini është gjyshi i autorit Ahmet Qeriqi. Kur fshatarët i tregojnë Mullaj Eminit për shtrirjen e aksionit të armëve edhe në fshatin e tyre, ai shprehet, citoj: janë këta komunistët
kjo fara e keqe e slavit që na solli Serbinë në Kosovë. Këta 10 vjetë më parë votuan në Prizren mbetjen e Kosovës në Serbi e tash luje mos kryt e bullit. Mbyllet citati. Hoxha i ka të qarta pasojat negative të vendimeve historike antishqiptare. Duke kaluar në përmend rinin e tij, Mulla Jemini kujton se çka kanë kaluar shqiptarët. Është fjala, citoj, për dimri i vitit 1912-1913, kishte qenë fatal për popullatën e Lumës, Dibrës, Shqipërisë e Kosovës. Mbyllet citati. Ishte viti i pushtimit të Kosovës nga Serbia dhe marshimit drejt Shqipërisë përmes Lumës. Mulla Jemini ishte nxënës në medresene e Prizrenit. Ai bashkë me shokët e vet ia mësyn drejt Lumës ku po organizohej mbrojtja. Hapet citati. Shumë të rinj shqiptar ju kishin bashkuar rrodhëve vullnetare të Elez Jusufit e Islam Spahis, së bashku me Mulla Regjepin e Brodosonit, me Dan Drenin e Lapusës, Jak Zemonin e Negronit dhe një vushtrias tregtar në Prizren. Mbyllet citati. Shkrimi në kursiv i paraqitur në kursiv paraqet të dhënat dhe përshkrimet që janë nxjerrë nga një kronike pa botuar, e që në fakt është një fletore kujtimesh e Mulla Jeminit, përmes të cilës autori e shkurton kohën e zhvillimit të ngjarjeve historike në roman dhe ato prezantohen si të vërteta të një kronike historike të shkruar. Citoj. Hoxh Jemin Malmiri, aso kohë kishte qëndruar në viset e Lumës e të Dibrës të pushtuar nga forcat e Aleancës së Krishterë. Kishte njohur nga afër Islam Spahin, Elez Jusufin, Bajram Currin, Muharrem Bajraktarin, Hasan Prishtinën, Hoxh Kadri Prishtinën dhe shumë autoritetet të kohës. Mbyllet citati. Për 2 vjet, Hoxh Jemini me shok ishte zonë rob nga bullgarët dhe ishte mbajtur në qytetin e Qystendilit në Bullgari. Citoj. Në pranverë të vitit 1912, së bashku me Meh Henesin, Rizaz Zogun, Broh Allurin, Man Binishtin e të tjerë, kishin dezertuar nga ushtria bullgare dhe pas 3 javësh duke ecur këmbë në përmalet të Bullgarisë të Maqedonisë, së bashku me shok kishte arritur e të kthehej në Malmer. Mbyllet citati. I shtrirë në shtrat dhe i pamundur, Mulla Jemini kujton copsa ngjarjesh nga jeta e tij, nga ditët më të vështira. Citoj. Derisa të pranishmit në Odë kishin biseduar me zë të ulët, ai sillte në kujtesë kohën kur në dimrin e vitit 1912-13 në Lumë nga Acari dhe Bora e Rast ishin mërdhir në hyrje të shpellës së Skrepit 2 nga shokët e tij, Dan Dreni i Lapushës dhe Jak Zemoni. Mbyllet citati. I kujtohej se në Lumë shumë viktimave u kishte bërë ceremoninë e varrimit në dimrin e Acarit pa mundur me hapur varre për të gjithë. Citoj. Pas ka vendur burr dhe kohë po kemi, t'i varrosim si duhet. Nuk mund të varrosim gra e burra bashk, u kishte thënë prerë. Të pranishmit ishin pajtuar. Hoxh Jemini e Mulla Rez Brodosona kishin ndihmuar në hapjen e varreve dhe kishin kryer ceremoninë e varrimit. Ky është, mbyllet citati, ky është ai momenti epik i shqiptarëve kur pas betejave të mëdha nuk ka as vend për varre. Në gusht të vitit 1956, Hoxha kishte marrë një ftesë, një pozif, për të paraqitur në zyrën e UDB-s në Ulpian. Në stacionin e policisë pas shumë presione për të pranuar për të shpërngulur në Turqi, dhe kur Hoxha refuzon ofertën e pushtetit duke treguar vendosmërinë dhe argumentet e veta, citoj: "Nuk kam lindur në Turqi unë dhe nuk kam kurfar nevojë të shkoj atje. Këtu i kam eshtrat e babait, eshtrat e të parve dhe pavarësisht të gjitha të këqija, trupin tim nga Kosova mund ta dërgoni vetëm të vdekur. Përse gjalli jo, kishte thënë prerë pa frikë nga ndëshkimi." Mbyllet citati. Si kundër reagim barbar, vjen goditja, rrahja dhe përshtrimi i Hoxh Jeminit nga udhëbashi serb. Citoj.
Shurbatovic ishte zemruar tej mase dhe ishte nisur në drejtim të tij duke përcjell me një tëshor tipike serbe. I kishte rënë me grusht në nofull dhe i kishte thyer 4 dhëmbët e parë në pjesën e epërme. Hoxha kishte mbyllur gojen me dorë dhe për të mos treguar shenjë likësie, dhëmbët e thyer i kishte përbir, por qaku ju kishte përhapur në mjekrën e bardhë. Mbyllet citati. Moment provues ku dëshmohet se njeriu është vërtet më i fortë se guri, por ai njeri duhet të jetë si Hoxh Jemini. Hoxha në meditimet e tij, si vitet më të vështira të jetës i vlerësonte ato që kishte përjetuar në Shqipëri prej vitit 1912 deri në vitin 1915. E kujtonte kohën kur Hasan Prishtina i kishte dhënë një letër për ta dërguar në Vushtri. Hapet citati. Ti Hoxh, këtë letër të ma dërgosh në shtëpinë e Zejnullah Begut në Vushtri. Mbyllet citati. Po ashtu e kujtonte edhe Bajram Currin, si njeriu i shkolluar, ai kishte mbajtur edhe shënime mbi aktivitetet e tij patriotike e ushtarake. Citoj. Sot ka ardhur Bajram Curri këtu në Odë, të bajraktari se bashku me 6 burra, të gjithë të veshur me tirë që ka puqat bardh dhe me pushk mbi krah. Burra me mustaqe dhe burra të njohur të fjalës e të besës. Kur mori vesh që jam nga Drenica me pyeti se a e njoh Shaban Sinanin. I tregova se e njoh mirë, por nuk e kisha parë që 3 vite. Ka qenë roja Ismail Qemolit dhe burr më trim e më besnik nuk e lind shqiptarja. Më tha, Shabani ka qenë shok i pandor me baban tim, i shpjegova duke i treguar me emër e mbi emër. Mbyllet citati. Shënimet e Hoxhës na sjellin një personazh historik të panjohur deri tash për ne Shaban Sinanin dhe na bën kurreshtar për të hulumtuar se kush ishte ky trim. Si u gjet te jetroja Ismail Qemolit, aq zbur trim sa edhe Bajram Curri ja ngriti trimrinë në piedestal. 5 kapitujt e fundit të romanit përshkruajnë jetën e Zonit, djalit të madh të Hoxhës, babait të autorit. Zoni si karakter është njeri i urtë, i dashur, shumë mjeshtër i madh dhe i pandalshëm në punë. Por Zoni nuk është vetëm mjeshtër që çka i sheh syri i apunon dora. Ky është edhe më i lartë. Është mjeshtër që ka fantazi krijuese, që shpik metoda të reja të punës, është shumë i aftë në për llogaritje matematike dhe gjeometri. Ai është barci i sëres, jo vetëm në familje, por edhe në fshat. Personaliteti i Zonit vjen duke u ngritur dhe shpërfaqur më mirë gjatë jetës së tij që ishte mbushur vetëm me punë. Citoj, Zoni ishte sinonim i njeriut i lindur me vlera më pozitive, me vlerat e humanizuara që të i kalojnë ADN-n dhe trashëgiminë e caktuar të një familje dhe që dolin i sipërfaqe një herë në një shekull, ndoshta edhe më rrallë. Në qenjen dhe shpirtin e tij kishte vend për të gjithë. Ai nuk shante, nuk mallkonte, nuk ngrente dorë mbi njeri, nuk kishte asnjë pikë xhelozie apo smire në qenjen e tij. Sillej me butësi të veçantë ndaj të gjithëve, por edhe ndaj kafshëve shtëpiake. Mbyllet citati. Autori vijon edhe më tej me thellimin e përshkrimit dhe vlerësimit të jetës dhe veprave të jashtëzakonshme të Zonit. Citoj. Kishte trashëguar gjithçka të mirë e të ndershme nga prindërit, por jo vetëm nga ata, por nga një gjend trashëgimtare, ADN-s trashëguese, e cila lajmërohet një herë në një shekull apo 2 shekuj të trashëgimtarët. Diku lajmërohet me trimëri, diku me mençuri, diku me dijavësi e diku edhe për te liga e paudhësi. Mbyllet citati. Autori përshkruan jetën e vështirë dhe kushtet e rënda për jetë dhe si kushtet e rënda për jetesë ndikojnë në krijimin e vetdijes individuale shoqërore me kalimin e kohës. E produkti këtyre rrethonave ishte niveli i jetesës së banorëve të Malmirit për kohën që e përshkruan në romanit. Citoj. Epoka në Malmir dhe në malsinë e Malmirit
ishin ndeshur në një vend i cili jetonte në traditën shekullore të izolimit, e cila kishte restauruar një tip të njeriu që më shumë jetonte për dhunë se sa për hire të jetës, gëzimet dhe favoret që sillte ajo. Mbyllet citati. Por lufta e të kundërtave, e të mirës dhe e keqes zhvillohet edhe në rrethonat e tilla dhe pavarësisht kushteve të jetesës. Citoj: jeta në atë humbëtir malore që ishte zhvilluar në përshekuj, kishte krijuar dy prototipe njerëzish, mujsharin që identifikohej me Hajdar Gjaurin dhe urtokun dhe punëtorin që ishte njëzuar me personin e Zan Malmirit, mbyllet citati. Është në natyrën e jetës njerëzore që e mira dhe e drejta të ngadhnjejnë mbi të keqen dhe padrejtësitë, edhe pse në të shumtën e hera me vonesë dhe me shumë sakrifica. Pikërisht kjo përplasje nxjerr në sipërfaqe njerëzit e mirë të sakrificës, patriot dhe përparimtar të kohës. Autori në roman, duke përshkruar personazhin e Zonit, thotë se njerëzit e gjenit, njerëzit gjeni dhe të mirë, si ai lindin gjenetikisht një herë në 100 e më shumë vjet, por në familjen e autorit, si duket, edhe shkenca ka bërë përjashtime. Në këtë rast, ju ka nënshtruar ndikimit të fuqishëm të edukatës familjare dhe të ditës patriotike të familjes Qeriqi. Jo një herë në 100 vjet, por familja autorit nxorri 3 gjenerata, 3 personalitete të jashtëzakonshme një pas një: Hoxhi Eminin, Zonin dhe Urtonin. Fjala është Ahmet Qeriqin. Hoxha ishte personalitet që e njohu Kosova dhe Shqipëria veriore. Zoni ishte mjeshtër i madh që e njohu Kosova dhe Maqedonia. Urtoni u ngrit edhe më lart. Ishte veprimtar e intelektual patriot, i burgosur politik për veprimtari kombëtare kundër regjimit jugosllav, luftëtar i ushtrisë lirimtare, ishte zëri i fuqishëm i luftës, drejtuesi i Radios Kosovës së Lirë, personalitet i lartë i fushës së artit dhe shkencës që e njohu tërë shqiptaria. Ju faleminderit. Ju falenderojmë Zoti Shala për këtë vlerësim dhe analizë të argumentuar që i bët librit Saga e Malmirit. Fjala juaj, mbështetur dhe në përvojë jetësore dhe në përkushtim të gjatë ndaj çështjes kombëtare, i dha kësaj vepre një dimension të veçantë kuptimi dhe përgjegjësie historike. Të nderuar të pranishëm, në përmbyllje të kësaj akademie përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së profesor Ahmet Qeriqit, ftoj për një fjalë përshëndetse Antigonën, vajzën e profesor Ahmetit. Të nderuar të pranishëm, të dashur miq, kolegë dhe dashamirë të veprës së babait tonë. Sot jemi mbledhur këtu me një ndjenjë të përzier dhembje dhe krenarie. Ka kaluar një vit që nga ndarja nga jeta babait ton, Ahmet Qeriqi. Një vit pa praninë e tij fizike, por jo pa kujtimin dhe gjurmën që la ai pas. Për ne si familje, ai ishte para së gjithash një baba i dashur, një njeri me zemër të madhe, me një dashuri të thellë për familjen, por për shumë njerëz të tjerë ishte intelektual i përkushtuar, një njeri i fjalës dhe mendimit që jetën e tij ja kushtoi çështjes kombëtare, kulturës dhe letërsisë. Edhe në ditët më të vështira të jetës së tij, kur përballej me sëmundjen e rëndë, ai asnjëherë nuk u larguan nga pena e tij art. Shpesh kemi menduar se të shkruarit nuk ishte vetëm krijim, por dhe mënyra e tij për të jetuar, për të reflektuar dhe për të lënë një dëshmi për kohën dhe për njerëzit. Sot kemi nderin dhe emocionin e veçantë që para jush të prezantojmë 2 romanet e tij të lëna në dorëshkrim, Saga e Malmirit dhe Vegimtari. Këto vepra më shumë se libra janë pjesë e shpirtit dhe mendimit të tij, një trashëgimi që ai u lë
lexuesve dhe brezave që vinë më pas. Për familjen tonë është një ngushëllim i madh që fjala dhe vepra e tij vazhdon të jetojë, sepse në fund të fundit një njeri që lë pas mendim dhe krimtari nuk largohet kur përjetësisht. Nga zemra dua të falenderoj të gjithë ju që jeni sot këtu me ne, miqt, bashkëpunëtorët, studiuesit, bashkëveprimtarët dhe bashkëluftëtarët, për respektin dhe nderin që po i bëni jetës dhe veprës së babait ton. Prania juaj sot është dëshmi se kujtimi i tij jeton dhe se fjala e tij vazhdon të ketë jehon. Faleminderit për respektin, për kujtesën, për dashurinë që ndani në përvjetorin e parë të tij. Lavdi jetës dhe veprës së profesor Ahmet Qeriçit. Faleminderit shumë. Faleminderit Antigona, të nderuar të pranishëm, kujtimi për profesor Ahmet Qeriçin nuk është vetëm nderim për një personalitet, por nderim për një ideal, për besimin se fjala e lirë, kujtesa historike dhe përkushtimi ndaj kombit janë themelet mbi të cilat ndërtohet e ardhmja. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe respektin që i bët sot ndaj figurës dhe trashëgimisë së profesor Ahmet Qeriçit.